Në këto ditë të nxehta, kodrat e liçenit janë të populluara, të rinjtë të moshuar që dalin për vrap ose për një shëtitje. Por një problem që hasin kohëve të fundit qytetarët është pikërisht lejimi i qenve pa maska mbrojtëse në ambientet e liçenit, duke mos respektuar kështu as tabelat paralajmëruese. Megjithëse në hyrje të liçenit janë vendosur tabela që nuk lejohen qenë pa maskë, përsëri qytetarët nuk e respektojnë këtë gjë. Kodrat e liçenit kthehen kështu në vendin e përbashkët për shëtitjet e pasdites, si nga familjarët, ashtu edhe nga qenët. Njerëzit duhet të tregojnë më të kujdesshëm, të vendosin maska, kështu janë dhe një rrezik më pak ndaj qytetarëve, pasi ata mund të ndjehen të sulmuar në çdo moment nga agresiviteti i tyre. Se nuk respektohet tabela dhe ju ka ndodhur ndonjëherë që të jeni pjesë ndonjë agresioni të mundshëm? Jo, në fakt nuk më ka ndodhur, nuk e di pse nuk e respektojnë tabelën, po frikë është. Do të kenë siguri. Po pse nuk e respektojnë tabelën, mendon? Tani është mendimi i njerëzve. Çdo njeri ka mendimin e tij. Po gabimi është. Shumë gabim, qenë do të kenë maskë mbrojtëse. Po pse nuk e respektojnë tabelën që është në fillim? Tash i varet edukat aty dhe çfarë thosh, se si mundet. Unë mendoj që urgjentisht nuk duhet të kaloj asnjë qenë. Disa të frikshëm që janë. Janë dhe ca të mëdhenj që tik truri. Qenë pa maska janë të rrezikshëm. Restet e aksidenteve për shkak të këtyre kafshëve nuk ka munguar, por ajo që ka munguar deri tani është një shembull ndëshkimi për të detyruar të zotët e këtyre qenve të marrin të vetmen maskë që kanë në dorë, ti pajisin ato me maska mbrojtëse.